Nga në që ka thonë Berat Bozhala, në Kosovë shitet tamli i Serbisë në krejt supermarketet. Banda e Kurtit ju ka turr një prodhimi vendor. Opa, eksperimenti po vazhdon. Ta shohemi sa po durojmë. Kishim pas far partije opozitare. Nga këto Berat, sipas teje, shteti nuk po dov ka me kontrollue kompanit me këshyr apo i dëmtojnë qytetarët e vend. Do më thonë qaq init pa logjik që mund këtë pjesë, sa që veç për me sulmu Kurtin një far aspekti, mundoni me bok si propaganda ose kësi lloj skena palidhi. Sepse mallrat e Serbisë janë konë edhe në atë kohën atëherë kur janë konë qeveri tjera. Nuk kanë mujt me hjek. Kurti pa tentue me ndalu kamionat e Serbisë, po jo qut i madhe i vogël, gjithçysh thëshi me lëshu. E tash, kishe për ju pengon kjo pi. Pa e din të Berat që edhe qumshti Drena është i vendit tonë, qëre ku po thët edhe këtu fuqizo ekonomin blejt vendit. Sepse jo as me kritiku e s'dini rreth kësoj pjese, sepse edhe shumë komente i posh pse kanë shku 20 inspektor. Jeni mësu ju kompanit e mdoja që mi ardh lajmi para se me ardh dhe me largu mollin e ketë. Por që ata juve ju ka pengu e kjo pjesë, sepse nuk është që jallnin juve për qytetarët e vendit, e as për punëtor që i keni ato. Po bravo i kohët Albin Shqiptaris, kështu punë, kështu dojnë ana më të pas, sepse për qytat kena votue. Kush dët që mundohet me shkel qytetarin e vendit, Albin Shqiptaria kam jau tregue gjithë se cilit për juve vendit.